Janë regjistruar edhe 3 raste të reja me ethet e Nilit perëndimor. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski bëri me dije se tani numri i pacientëve të infektuar me këtë virus ka shkuar në 11. Siç njoftoi ai që të 3 pacientët janë të hospitalizuar, 2 në klinikën infektive dhe 1 në neurologji. Këta pacient po testohen duke përdorur metoda të shumëfishta siç janë lëngu cerebrospinal, sekrecionet dhe testet të tjera. Sigurisht po kryhen mënjëherë edhe anketa epidemiologjike. Ajo që mund të konfirmoj bazuar në komunikimin me Komisionin për Sëmundjet Infektive është se përveç rasteve që lidhen me Greqinë, ka raste që definitivisht nuk kanë udhëtuar jashtë vendit dhe banojnë në rajonin e Shkupit. Ministri theksoi se fokusi i Komisionit për Sëmundje Infektive nga Gostivari është zhvendosur tek infeksionet tropikale. Rreth 80% e rasteve kalojnë pa simptome dhe ne kemi futur testimin sezonal të detyrueshëm të gjakut të dhëruar në transfuzion për të siguruar që dhurimi nuk do të thotë transmetimi këtij virusi. Një numër i madh janë asimptomatik. Ata që kanë simptoma janë në grup moshën më të vjetër, mbi 60 vjeç dhe shoqërohen me sëmundje tjera. Komisioni për Sëmundje Infektive po punon vazhdimisht. Fokusi nga Gostivari është zhvendosur tek këto sëmundje. Ministri përsëriti se po merren masat standarde epidemiologjike, dezinfektim në perimetër prej 200 metrash nga vendi i banimit i rasteve të konfirmuara, që është obligimi i Qendrës së Shëndetit Publik. 8 rastet e tjera me ethet e Nilit perëndimor po trajtohen në klinikën infektive dhe njëri prej tyre është në gjendje më të vështirë shëndetësore. Një ditë më parë, Ministri i Shëndetësisë bëri me dije se krahas pacientëve të infektuar me ethet e Nilit perëndimor, në vend janë regjistruar edhe 4 raste me malaria, 3 me virusin e Dengas dhe 1 me virusin Zika.